rritur në Korçë, tashmë studente e shkencave kompjuterike në Tiranë, por ka arritur të krijojë një biopesticid për të garantuar një mbrojtje më efektive të bimëve dhe zëvendësuar pesticide tradicionale kimike. Pranë meje kam Adelën, e cila do të na flasë më shumë për botanikën. Përshëndetje Adela. Përshëndetje Ledina. Na shpjegon pak më gjerë se çfarë është botanika dhe nga çfarë përbëhet. Çfarë dallon prej pesticideve të tjera të zakonshme që përdorin fermerët? Atëherë botanika është një biopesticid 100% natyral i krijuar me bimë medicinale të ndryshme të cilat kanë efekte specifike tek bimët. Botanika ka lindur si një ide shumë random, me thënë të drejtën, nga një tregtar që ka rastisur në familjen time. Çfarë dallon nga pesticidet është fakti që është 100% natyrale dhe nuk ka asnjë efekt negativ në mjedis, por gjithashtu edhe në shëndetin e njerëzit. Cilat janë ato përbërës me të cilin e ke krijuar ti botanikë? Okej, atëherë dy nga përbërësit, pasi njëri do mbetet sekret. Atëherë njëri është hithra, e cila ka efekte pastruese tek bimët, dhe njëri është speci djegës që ka atë efektshmërinë për ta sforcuar efektin e hithrës. Po absolutisht që edhe hithri edhe speci djegës njihen gjithashtu edhe për efektet e mira që kanë edhe shëndeti i njeriut, kështu që si rrjedhoj, okej, do e marr bima, po besoj do ketë edhe një efekt pozitiv dhe do kemi një produkt më të sigurt edhe për shëndetin tonë në fund të ditës. Na shpjego pak më gjerë se si lindi kjo ideja e jote për të krijuar botanikën, sepse ti je studente e shkencave kompjuterike. Ç'ne domethënë përfshihesh te pjesa e krijimit të biopesticideve? Çfarë të frymëzoi? Shumë njerëz ma bëjnë të pyetje, me thënë drejtën, pasi çuditen një studente e shkencave kompjuterike, ç'pun ka me biopesticidet për më tepër. Janë dy pasionet mia, natyra dhe teknologjia ka qenë gjithmonë dy pasionet mia, shumë të forta që nuk kam arritur dot t'i ndaj. Dhe kam zgjedhur këtë mënyrën time për t'i bashkuar të dyja. Nga njëra anë studimet për shkenca kompjuterike, nga njëra anë duke u marrë me zgjidhje inovative për mjedisin. E keni testuar këtë biopesticid përsa i përket kohës së rritjes së bimës apo dhe vlerave që do mbartë kjo bimë pasi ka marrë këtë biopesticid? Po, është testuar në disa bimë në shtëpinë time dhe ka patur një efektshmëri 100%, por gjithashtu ka edhe shumë studime që janë kryer nga universitete jashtë që janë 100% të efektshme. Një nga studime që po lexoj kohët e fundit është një bimë nim, e cila ka një efektshmëri 100% tek vrasja e insekteve tek bimët. Dhe qëllimi im kohët e fundit është që ta sjell këtë bimë në Shqipëri dhe pse jo të krijoj biopesticidin me bimën nim. Po, pra ti e ke krijuar komplet të biopesticid në kushte shtëpie? Po. Ti ke krijuar vetëm disa prototipe, se je akoma në fazet e para besoj. Çfarë faze të zbatimit të saj? Jam në fazën e ndërtimit të një prototipi, pasi sigurisht do shumë studime shkencore, kushte laboratorike shumë të sofistikuara. Në një kohë kur bota po përballet me sfida gjithnjë më të mëdha mjedisore, zgjidhjet e qëndrueshme po marrin vëmendjen e duhur edhe në Shqipëri. Ndërto, biopesticidet janë shndërruar në një alternativë serioze ndaj preparateve kimike, që prej vitesh dominojnë tregun bujqësor. E megjithatë, pak të rinj kanë guxuar të ndërmarrin hapa konkret drejt zhvillimit të tyre. Historia e Adelës është një shembull i qartë se si inovacioni nuk njeh kufi disiplinash. Shpesh ide të mëdha lindin pikërisht nga ndërthurja e fushave të ndryshme, teknologjisë, natyrës dhe shkencave të jetës. Botanika, edhe pse në fazë prototipi, vjen si një produkt që synon të ndryshojë mënyrën se si ne mbrojmë tokën dhe prodhimin bujqësor. Por për të kuptuar rëndësinë e këtij produkti, duhet të ndalemi fillimisht te problemi që ai përpiqet të zgjidhë. Çfarë sëmundjesh lufton ky biopesticid të bimët? Atëherë, botanika për momentin është thjesht një insekticid. Pesticidet që janë tani kanë efektshmëri të ndryshme, për shembull vrasja e insekteve ose edhe herbicidet për vrasja e bimëve të këqija. Botanika është një insekticid, pra sulmon insektet e dëmshme tek bimët. Në dekadat e fundit, përdorimi i pesticideve kimike është rritur ndjeshëm. Fermerët i përdorin ato për të luftuar dëmtuesit dhe sëmundjet, me qëllim rritjen e prodhimit dhe sigurimin e një rendimenti sa më të lartë. Por kjo praktikë sjell pasoja të rënda. Tokë degraduar, ujëra të ndotur, fruta dhe perime me mbetje kimike të rrezikshme dhe një rrezik të shtuar për shëndetin e konsumatorëve. Tregjet evropiane janë bërë gjithnjë më të rrepta në kontrollet e tyre, duke rikthyer pas çdo vit tonelata me produkte shqiptare që nuk plotësojnë standardet.
Nektarinat, mandarinat apo domatet shqiptare janë kthyer mbrapsht disa herë, pikërisht për shkak të niveleve të larta të pesticideve. Shqipëria në shumë zona ende nuk ka kaluar te praktikat moderne të bujqësisë së gjelbër. Në këtë realitet, një zgjidhje natyrale dhe e sigurt merr një rëndësi të veçantë. Botanika ofron pikërisht këtë, një mënyrë për të mbrojtur bimët pa dëmtuar as mjedisin, as konsumatorin, e madje as vetë fermerin, i cili shpesh është i pari që ekspozohet ndaj kimikateve të forta. Ke menduar që ta zhvillosh më tepër si prototip që mos fokusohet vetëm te pjesa e vrasjes së insekteve, por të luftojë edhe sëmundje të tjera të bimët? Po, patjetër, nuk mund t'i bëjmë të gjitha në një, domethënë duhen produkte të ndryshme specifike për çdo sëmundje, por së fundmi po mendoj ta aplikoj për një grant nga shteti për të më ndihmuar për ta vazhduar më tej idenë e botanikës, pasi do patjetër shumë investim dhe do produkte shumë të sofistikuara. Po ashtu edhe mjetet le të themi për Po, patjetër. Krijuar përbërjen, se nuk mjafton vetëm këto produkte sepse ato produkte duhen përpunuar në fund të ditës. Po, sigurisht. Edhe duhen edhe kushte sterile, duhen kushte shumë të sofistikuara laboratorike. Po. Sa miqësor është ky produkt me mjedisin? Është 100% miqësor, pasi ky është edhe qëllimi im, që ta bëj 100% miqësor me mjedisin, është thjesht në natyrë duke kuruar problemet që ajo ka. Kështu që nuk ka asnjë efektshmëri negative tek mjedisi. Ndryshe nga pesticidet sintetike, biopesticidet bazohen vetëm në përbërës natyral, zakonisht ekstrakte bimore, vajra esencial ose mikroorganizma të dobishëm. Ato nuk lënë mbetje toksike, nuk dëmtojnë tokën dhe janë krejtësisht të sigurta për njerëzit, kafshët dhe insektet e dobishme. Në rastin e botanika, përzierja e hithres me një bim tjetër mbështetëse si speci tigës, krijon një formulë që jo vetëm i mbron bimët nga insektet, por edhe rrit vitalitetin e tyre. Hithra njihet për efektet e saj në forcimin e indeve bimore dhe për vetit antibakteriale natyrore, ndërsa bimët të tjera mjekësore rrisin efektin mbrojtës dhe ushqejnë bimën në mënyrë të balancuar. Këto elemente e bëjnë produktin mjaft të fuqishëm, sidomos në një kohë kur kërkesa për bujqësi organike po rritet, jo vetëm në Evropë, por edhe te konsumatorët shqiptar. Sot qytetarët janë më të ndërgjegjshëm, më kërkues dhe më të prirur drejt ushqimit të pastër, ndërsa tregu evropian kërkon produkte bio dhe natyrale, duke i shpërblyer ato me çmime më të larta. Sa i dobishëm është për fermerin që do e përdor në radhë të parë dhe më pas për produkte që do prodhojë ai dhe që do i konsumojmë ne? I dobishëm për fermerin është patjetër, pasi do i hapi atij dyert te tregut evropian. Do i japi mundësinë që të krijojë produkte 100% natyrale dhe me standardet evropiane, pasi kemi dëgjuar kohët e fundit që nektarinat, mandarinat janë kthyer nga shtetet evropiane. Ndërsa për konsumatorin është patjetër 100% efektiv dhe i dobishëm. Konsumatori do përfitojë shumë nga ky biopesticid, pasi do ketë mundësinë që të konsumojë produkte 100% bio dhe natyrale pa pesticide dhe që janë shumë të shëndetshme për të. Sipas mendimit tënd, sa i gatshëm është fermeri shqiptar që të heqë dorë nga këto pesticidet e zakonshme që përdor dhe që importon me sasi dhe të përdor këtë lloj biopesticidi? Për mendimin tim, për ditën që flasim sot, fermeri nuk është fare gati për të dalë drejt për së drejte për të kaluar drejt për së drejte në biopesticid, duke anashkaluar pesticidet, pasi është kapur në atë vorbullën e mbiprodhimit dhe e përfitimit personal, më tepër se sa të shëndetit dhe të mjedisit. Për mendimin tim, fermerët duhet të ndërgjegjësohen si fillim, që të përdorin ato pesticide që i përdorin me sasi dhe të përdorin pesticide të kontrolluara, pasi sot në Shqipëri ka edhe pesticide që janë hequr nga tregu, por vazhdojnë akoma të qarkullojnë në të. Edhe pse biopesticidet ka një kosto pak më të lartë, diferenca shpërblet shumë fish në cilësi, siguri dhe akses në treg. Produktet bio shiten më shtrenjtë, kanë kërkesë të lartë dhe ofrojnë qëndrueshmëri afatgjatë. Për Shqipërinë, kjo do të thotë mundësi për të rritur eksportet dhe për të ndërtuar një imazh të ri në bujqësi. A do të ketë ky biopesticid një kosto më të lartë për fermerët se sa përdorimi atyre pesticideve tradicionale kimike që përdor aktualisht? Atëherë, përderisa ka përbajtje 100% natyrale, kostoja patjetër do jetë pak më e lartë se pesticidet tradicionale. Por gjithashtu, kjo kosto mbulohet nga tregu evropian, pasi në momentin që fermeri hyn në tregun evropian, produktet do shiten më shtrenjtë dhe mbulohen kostot. Nëse mund të them një kosto ose një krahasim, nëse një pesticid kushton 10 euro, një biopesticid mund të kushtoj 15-16 euro. Procesi i krijimit të botanika nuk është i thjeshtë.
Ai kërkon kushte laboratorike, makineri të veçanta, ambiente sterile dhe kontroll të vazhdueshëm të temperaturës dhe cilësisë. Ashtu si shumë biopesticide të tjera natyrale, edhe botanika ka një afat përdorimi relativisht të shkurtër, që bën të domosdoshme prodhimin e shpejtë dhe të freskët. Por pikërisht kjo tregon natyrshmërinë e produktit dhe mungesën e konservantëve kimik. Të rikthehemi edhe një herë te përbërja e botanikës. Si e përgatiti këtë biopesticid? Pra çfarë mjetësh përdor, se produktet i tham, pra hithri edhe specidjegës plus një përbërës tjetër që nuk do e përmendë sepse është sekret. Po, sa është gjithashtu edhe koha e përgatitjes së këtij biopesticidi dhe në çfarë kushtesh duhet të ruhet që të ruaj, le të themi, dhe të garantojë ato parametrat e duhur të tij? Atëherë si fillim janë produktet bazë, siç e përmendëm hithra dhe specidjegës, më pas janë edhe makineritë përpunuese, siç është ajo e vlimit, ajo e grirjes së produkteve së hithres dhe specidjegës, e përzierjes, për kohën, nuk e di, mund të them 1 ditë ose 2 ditore, gjithashtu temperaturat duhet të jenë të kontrolluara me patjetër, dhe kushtet e ruajtjes duhet të jenë në kushte sa më të thata, por gjithashtu edhe koha e përdorimit, një anë negative, le të themi, e biopesticideve është e koha e përdorimit duhet të jetë sa më shpejt e mundshme, pasi biopesticidet kanë edhe atë efektin që ulin efektshmërinë në momentin kur rrin për një kohë të gjatë pa u përdorur. Nga ana tjetër, sfidat me të cilat përballet një iri në Shqipëri kur tenton të fusë një produkt të ri në treg janë të shumta. Mungesa e laboratorëve modern, kosto e lartë e pajisjeve, mungesa e financimeve dhe skepticizmi i fermerëve krijojnë barriera të forta. Megjithatë, ideja e Adelës ka marrë mbështetje të rëndësishme. Ajo ka fituar një grant nga programi Upshift si dhe nga delegacioni i Bashkimit Evropian, duke ndihmuar të ndërtojë prototipin dhe të blejë pajisjet e para. Mbështetje të tilla janë krijuar pikërisht për inovacione që kanë ndikim të drejtpërdrejtë në komunitet dhe në mjedis. Adela, sa është mbështetur kjo ide jotja në Shqipëri? Pra, sa është shpërblyer, le të themi, me mbështetje për ta quar dhe financuar më tej këtë produkt? Atëherë unë kam patur mundësinë të flas me ekspertë të fushës së agronomisë. E kanë mbështetur shumë si ide, madje e kanë pëlqyer dhe më kanë shtyrë për ta vazhduar më tej. Siç e përmenda pak më lart, unë kam fituar një grant nga Upshifti, gjithashtu edhe nga European Union Delegation në Shqipëri, një grant minimal për ta krijuar prototipin dhe për të blerë disa makineri përpunuese shumë të thjeshta. Gjithashtu, siç e përmenda, planifikoj të aplikoj për një grant tjetër, i cili është pak më i madh dhe besoj se do jetë një përgjigje pozitive për ta vazhduar më tej këtë ide. E ardhmja e bujqësisë shqiptare varet nga adoptimi i praktikave të qëndrueshme. Fermerët duhet të ndërgjegjësohen për rreziqet e përdorimit të pakontrolluar të pesticideve kimike. Në treg qarkullojnë produkte të rrezikshme, disa prej të cilave janë ndaluar prej kohësh në vendet e Bashkimit Evropian. Abuzimi me to jo vetëm dëmton mjedisin dhe shëndetin, por rrezikon edhe ekonominë e fermerëve, të cilët humbasin aksesin në tregjet ndërkombëtare. Prandaj kalimi gradual drejt produkteve natyrale nuk është vetëm një zgjidhje ekologjike, është një domosdoshmëri ekonomike. Historia e botanika është shembull i guximit për të provuar diçka të re, i përkushtimit ndaj natyrës dhe i bindjes së fortë se produktet që konsumojmë duhet të jenë të sigurta. Ajo tregon se inovacioni mund të lindë kudo, në laborator modern, por edhe në kushinën e një njeriu që eksperimenton me bimë mjekësore, në auditorët e teknologjisë, por edhe në fushat e punuara nga fermerët tanë. Në një kohë kur mjedisi kërkon ndërhyrje të menjëhershme ndërsa konsumatorët kërkojnë ushqim të pastër, produktet si botanika nuk janë vetëm ide premtuese, janë zgjidhje të nevojshme. Ato u japin fermerëve mjetet për të prodhuar më mirë, u japin konsumatorëve mundësinë për të jetuar më shëndetshëm dhe japin natyrës mundësinë të rigjenerohet pa dëmtime të mëtejshme. Dhe për ta përmbyllur, pse duhet që një biopesticid si botanika të zëvendësojë pesticidet tradicionale kimike që përdorin aktualisht fermerët? Atëherë, biopesticidet duhet të zëvendësohen me pesticide, sepse fokusi kryesor është mirëqenia e njerëzit dhe e mjedisit. Një mjedis i pastër do të thotë një shëndet i pastër, por gjithashtu edhe produkte bio do të thotë një shëndet shumë i mirë për njeriu. Kështu që këto kanë rëndësi për mendimin tim, janë dy çështje kryesore që njeriu duhet të fokusohet ditët e sotme, shëndeti dhe pastërtia e mjedisit. Përfundimisht, pyetja nuk është nëse duhet përdorur biopesticidi, por sa shpejt mund ta integrojmë atë në bujqësinë tonë. Sepse një mjedis i pastër nuk është luks,
është themeli një jete të shëndetshme për të gjithë, dhe botanika është një hap i vogël, por shumë i rëndësishëm drejt këtij qëllimi. Përshëndetje. Kemi ndjekur rrugtimin e Adelës në krijimin e një biopesticidi shqiptar të bazuar në përbërës natyral, si hithrat apo specit djegës. Pesticidet janë padyshim një temë nxehtë në çdo kohë, sepse vazhdimisht kemi parë që bllokon tonelata me perime dhe fruta në kufi, pra gjatë procesit të tyre të eksportit, ose kur tregtohen brenda vendit. Për të folur më tepër mbi këtë temë, kam të ftuar në studio Abdyl Sinanin, profesor doktor si dhe ekspert i lartë i teknologjisë ushqimore. Mirë se erdhët. Se jeta, po tema është me vërtet shumë e rëndësishme, sidomos tani. Sepse në gjithë të kohën e kemi diskutuar për pesticidet, për mykotoksinat, për aflatoksinat, për to që dëmtojnë ushqimet. Tani, më konkretisht, pesticidet dihet që janë përbërës kimik, të cilët janë të domosdoshëm për të ruajtur shëndetin e bimës, për të luftuar ato mikroorganizmat, për ta shëndoshur bimën. Por, kjo kërkon një përgatitje shumë të lartë nga agronomët që përdorin këtë. Do më thëmë, kur themi ne domate do përdoret nga 0,1 deri në 0,5 mg per kilogram, po kaloj kjo sasi, që nuk duhet të kaloj, atëre kalon rrezik për organizmin tonë, pesticidet, se direkt ato janë neuroparalitike, mushkri edhe direkt në mëlçi. Kështu që detyrimisht duhet të zbatojmë rregullat e plota të nga sa duhet të përdorim ne për shkakun. Dihet që në Shqipëri importojnë rreth 1450 tonë pesticide. Pesticide që janë domosdoshme, po ta shikosh tash, në fakt janë më shumë se 1450 janë nevojshme. Po nga vijnë këto, bile disa shifra janë të latashme, thonë 2000-2500 tonë. Këto vinë në rrugë të ndryshme. Mirë po janë këto pesticide që nuk duhet përdoren, për shumë, ka ndaluar Komiteti Evropian. Për shumë, neve të buka përdorim oksalatet, që e bën e bukën të bukur. Mirë po, para 4 vjetësh për vjetë ato quajtën elmuse. Atëre, me njerë, specialistët tanë, umlodhen teknologët, edhe gjetën atë organik, bio-organik, aditiv, që e zvëndson dhe këtë oksalatin që e bën e bukën e bukur, se është kanceros, dhe u zvëndsua me atë duke i thënë edhe atyre që e prodhojnë, që mulligjit, fabrikat e miellit të bukës e gjitha, që edhe fëmijët tuaj të hanë. Të hanë fëmijët e tyre se mielli vete kudo. Edhe u ndalua edhe në dogan, edhe nuk përdoret dhe përdoret kjo. Pra, kjo metodë, që tamë ne, duhet të përdorim për të gjitha, do me thënë të gjejmë ato pesticide që janë domosdoshme, se themi ne mandarinën, do të jedhim pesticide, se dolin ato. Se pa pesticide ajo nuk rritet. Nuk në prishet shpejt. Kështu që duhet të jedhim mirë, po prandaj thamë ne që shkolla jonë nxjerr shumë agronom universiteti. Dhe këta agronom duhet të vënë në vend të mësojnë edhe të vënë në vend atje ku duhet të vënë, pra afër fermave, dhe të drejtojnë këtë proces që themi ne që është shumë i domosdoshëm, sepse ka të bëjë me shëndetin e njeriut. Pra, nëse neve do fillojmë për të përgatitur atë njeri specialist sipas zanatit vet, për themi lopa për shkakun. Ne dim që 40% e lopëve bëjnë antibiotik. Dhe qumshi, nëse qumshi, domethënë se nuk është lënë koha e karencës, koha që duhet ashtu, atëherë qumshi del me antibiotik. Mirë, po antibiotiku dëmton shumë zorën e të fëmijëve. Rritet dhe sasinë antibiotikut që nuk na mbron dot më. Prandaj këto duhet veterineri të hedhë aq antibiotik edhe të lërë të shkatrohet ky antibiotik në organizmin e gjallë, pastaj të therret. Mirë, po ndodhin herë pas here këto. Atëherë ç'a duhet? Duhet një kontroll i fortë edhe nga shteti, nëpërmjet autoritetit të saj të akus. Kryeministri paracakosh, duke parë këtë vërejtjen e konsumatorëve, tha që të mbyllet fare akuja, të pezullohet. Derisa të gjejmë specialistët edhe të kalojnë në komision, gjithë specialistët që do punojnë në aku dhe në gjithë proceset. Kështu bë. Në Universiteti Bujqësor përcaktoi 5 specialistë, por të 5 janë agronom, për kontrolluar specialistët e tjerë që do punojnë. Mirë, po agronomi nuk është për këtë punë. Agronomi është të rriti bimën deri në atë moment sa ne ta marrim prodhimin e gatshëm dhe e merr kimisti teknolog, di ta ruaj grurin, ta ruaj mishin, të bëjnë, po themi ne mishi, u therr lopa për shkakun. U therr lopa, po detyrimisht do futet në 4 gradë.
të 4 gradë, në qofse do 2-3 ditë, në qofse do të akosh për një kohë më të gjatë, atëherë detyrimisht do të shosh në ngrirje të thellë. Dhe do të arruash 6 muaj në minus 18 gradë. Mirë, po këto i bën kimisit ekolog, nuk bën, veterineri kanë bërë punën e vetë. Dhe me thënë i ka vënë vullën lopës, që pasi shterur, që nuk ka sëmundje, edhe e merë të ekologu. Pra kërkohet një organizimi përsosur, sidomos tani kohët e fundit, që ti nuk mund të ish në Komitetin Evropian pa siguruar një sigurit, cilësi dhe sigurit ushqimit. Pra nda ishë bërë kodi lot. Po pra se para disa muesh në fakt doli dhe një udhëzim që thoshte se duke filluar nga 1 janari 2026, produktet shqiptare që tregtohen brenda vendit duhet të jenë të pajisur me një kod identifikimi lot. Ky doli para ca kohësh, themi ne 5 muaj, 6 muaj para, që të përgatitishin specialistët në radhë parë, derisa të vi 1 janari, të zvendësoheshin laboratoret e vjetra me laboratoret e ri dhe u dhanë një sasi e madhe lekësh. Pra, gjatë sa kohë deri në 1 janar, të përgatitishin këto që duhet për të kontrolluar ushqimin dhe për të siguruar cilësinë dhe sigurinë ushqimore. Edhe për këtë është bërë një kod lot. Do të thonë çdo të thotë, çdo ushqim këtu ka një rëndësi të madhe të dish gjurmërinë e ushqimit. Gjurmëria e ushqimit do të thonë në kodin lot. Për të rritur dhe më tepër sigurinë ushqimore. Po për gjitha këto themi për sigurinë ushqimore po flasim tash. Do të thonë u mboll gruri, misri, kushdo që nga toka duhet të bërë analizat e tokës. Në qoftë se të bëhen analizat e tokës, ose detyrimisht duhet të bëhen. Dhe në qoftë se janë toka bazike, toka acide, atëherë ai agronomi di çfarë do të mbjellë aty. Mirë po, gjatë varet, për shembull, nga rrënjët e asaj bimës që do mbjelli, aty vinë mikroorganizmat që janë të domosdoshme ka dhe nga këto të këqijat. Këto tash ngjiten në trupin e bimës, si tashu, dhe janë të vogla dhe nuk duken as me sy. Mirë po, kur piqet, themi në bajamer ka zënë krima, me gjithë se është e mbyllur, ose flutura, me gjithë se është e mbyllur në qese. Sepse këto krimcat e vogla, që nuk e kemi zbër gjushmërinë tamam, këto në ambjendet të mbyllura në qeska, marrin frymë dhe rriten dhe dalin të gjallë. Kështu që kërkon një njohje të thellë të gjithë këtyre proceseve, që agronomi të bëj gati, të njohë tokën, çfarë do mbjelli, dhe ta ndjek procesin derisa për prodhimit të bëhet i gatshëm për konsum. Për shembull, nëse ne themi që do të sigurojmë një cilësi të mirë dhe siguri ushqimore, atëherë ka një rregull që është i padiskutueshëm. Për shembull, gruri duhet të ketë lagështinë 14%, pastaj të magazinohet. Misri 14.5%, pastaj të magazinohet. Të gjitha këto duhet të kenë një lagështi të saktuar, sepse lagështia më e lartë rrit frymarrjen. Frymarrja çdo thotë, është frymarrja biologjike. Kur është kaputur nga bima, atëherë kemi një frymarrje tjetër biologjike. Do të thonë oksigjeni i ajrit, godit karbohidrate dhe i zbërthen gaz karbonik, ujin e nxehtësi. Mirë po, kjo nxehtësia, nëse janë sasi të madhe gruri ose misri ose orizi, këto rritin akoma më shpejt të reaksionet e zbërtimit. Dhe arrin deri në mykotoksinat. Që ne kemi folur për mykotoksinat, që janë mjaft të dëshme për organizmin. Kur kemi mykotoksinat tipi A, janë kanceroze. Atëherë çka ka? Nuk e kemi ruajtur mirë. Do të thënë, detyra kryesore, tash është kimisi teknolog, që ta ruaj në atë temperaturë që mos të zhvillohet kjo frymarrje të ngadalsohet. Prandaj thamë ne mish ta frusim minus 18 gradë për 6 muaj. Nga si ngadalsuar frymarrja. Edhe nuk zbërthehet më. Mirë po, vinë mishi nga Meksika, vinë nga Brazili. A ndiqet kjo në gjithë procesin që është në këtë ngrirje, në këtë temperaturë? Kjo është pikë pyetje që teknologu kimist tani duhet ta mbaj përgjegjësi të plot nëpërmjet AKU-s që të kontrollojë këtë punë. Sepse nëse është temperatura nga minus 16, 18 që duhet, vajtur minus 12, 14, atëherë është qarë qeliza. Qeliza që ka e mishit. Kjo nxjerr lëngun qelizor dhe duket që lën lëngun qelizor. Atëherë do bllokuar në aeroport, në portin kur vin mish. Pra janë shumë gjëra që duhet të dimë me shumë përgjegjësi dhe detyra e parë është pra veterineri të bëj punën e vet, me thënë të nxjerrë tamam atë që duhet. Me thënë themi ne ta ushqejmë, si ta ushqejmë, me çfarë ta ushqejmë. Kur themi bima do rritet në cilën tokë, bazike, acide, çfarë duhet të bërë. Dhe teknologu, kimist teknolog ta marrë, ta ruaj në mënyrë të tillë që të mos të ngadalsoj këtë shkatërimin, frymarrjen. Ta ndjekë deri në procesin e fundit deri te konsumatori. Dhe duhet të vërë firmën që procesi është në rregull. Dhe kemi shite në treg për shkakun. Që vinë nga fermat.
Atëre, ky prodhim që vjen nga fermat, çdo që të vi, duhet detyrimisht edhe aty të zbatohen rregullat. Se nuk lejohet mos zbatohen ato rregullat e ruajtjes. Pra, çfarë rregulla? Dihet që nëse ke domaten 5-6 ditë, ai do të shkarcohet, të hiqet. Ose të gjitha prodhimet e tjera. Këtu do ndjekim me shumë përgjegjësi sepse ka një zbërthim të padukshëm, duket shumë lehtë, por ai zbërthehet në këto produkte që janë të dëmshme për organizmin. Ose kur themi ne që piepri që mbyllet, duhet të ketë 45% nitrite për kilogram. 45 miligram për kilogram. Mirë po, ai vete 90, 80, 100. Kjo është do të thotë, agronomi i ka ndedhur ple pa kontroll të plot. Pra, të gjitha kërkojnë një vëmendje të veçantë, sidomos. Sepse shumë edhe nuk kanë njohuri se si duhet kujdesur për... Shkollën e kanë bërë të gjithë. Mirë po, kjo shkollë tash do praktikën e vetë, do të ta ndjekin me edhe një kontroll me shumë përgjegjësi. Tash që autoriteti kombëtar i ushqimit do ndrojë, do bëhet më efektiv, sepse do ketë kontroll mbi kontroll. Pra, që të kontrollohet në mënyrë të tillë që çdo produkt ushqimor që të kalojë për konsum, detyrimisht duhet ndjeki gjithë hallkat e tij, sidomos të kodit lot. Kodi lot i ka shkruar gjunjshmërinë nga ka ardhur, ka të shkruar sa proteina, sa karbohidrate, sa ditë ka dhe sa deri kur mund të shkojë. Aty e merr konsumatori dhe bindet që këtu është në rregull. Pra, konsumatori e shikon në bazë të këtij kodi që ka shumë përgjegjësi. Dhe nëse nuk e shikon me përgjegjësi këtë punë, atëherë detyrimisht dëmtojmë shëndetin tonë dhe nuk futemi dot në be. Nuk të dëm. Ju përmendët pak në fillim që ka disa pesticide që janë të ndaluara në Bashkimin Evropian, por që në fakt në tregun shqiptar edhe futen këto lloj pesticidesh. Për çfarë lloji pesticidesh bëhet fjalë konkretisht? Janë disa pesticide që këto... Ose cilat janë ato që përdoren më shumë edhe nga fermerët shqiptar dhe që te kalojnë normat e lejuara? Këto janë, për shembull, themi ne në moll, e bëhen me pesticide, mirë po ajo futet në tul. Futet shumë shpejt në tul. Dhe këto pesticide, që janë të ndryshme, kanë emra të vazhdueshëm, kimik të shumë, këto janë të ndaluara sepse këto, edhe nëse e qirojnë mollën, edhe mandarinën, se 80% e marrin lëkura mandarinës. Por, prap, këto të ndaluarat kanë arritur që të futen më shumë në tul. Dhe duke futur në tul, këto pesticide dëmtojnë shumë organizmin e njeriut. Prandaj, detyrimisht të janë të caktuara dhe janë në listë të veçantë. Dhe lista e veçantë, dhe gjithë janë 36 pesticide të tilla, që agronom, dogana duhet i ketë të shkruajtura kudo që është. Ato dogana po, akuja po, edhe fermeri duhet të ketë, pra të luajë rol të madh kooperativat. Që mos të fusin, dhe fermeri duhet të ketë një të dhënë të saktë ndërmjet agronomit që ka, veterinerit që ka, që të di çfarë duhet të fusi. Se ata tash për tani veterineri ose agronomi në tokat e tija nuk i kanë këto njohuri. Prandaj është domosdoshme që gjithë ta që mbarojnë shkollat e larta, agronom, veteriner, kimist, teknolog, duhet detyrimisht themi ne të ra lloj sëmundjesh të bien te baktia. Ne kemi thënë disa herë të shpejt të pulat, për shembull, që tham atëherë nga gripi pulave. Shumë. Gripi pulave që i marr shumë me atë punë. Atëherë kjo kërkon një vëmendje të veçantë, sepse nga ushqet, si do të ndjekur, dhe pse ndodh. Këto pra janë shumë detyra që ne, në mënyrë të vazhdueshme, duhet të kontrollojmë me përgjegjësi të madhe dhe është e domosdoshme që në procesin ton teknologjik të përpunimit të dim, për shembull, nëse ka dalë analiza, se kryesorja tash jemi te laboratori. Edhe nuk futesh dot në be tani që e kemi Dhe po pikërisht për këtë doja të pyesja që pasi të futemi në Bashkimin Evropian, cilat janë ato kriteret që duhet plotësojnë, le të themi, produktet shqiptare për të tregtuar brenda vendit, por edhe për të eksportuar. Pra, si do ta shpërson, se normal do të kemi besoj edhe rregulla më të rrepta. Rregulli po, në rregullin e parë është përgatitja e specialistit. Specialisti përgatitet në mënyrë të tillë që t'i përshtatet atyre që të Komiteti Evropian. Dhe kjo kërkon tani që një pjesë e këtyre specialistëve që do merren me këtë punë, t'i çojnë nëpër jashtë shtetit, nëpër ato që të shohin dhe të marrin eksperiencën, sidomos tani që kërkon Komiteti Evropian.
E dyta është laboratori. Laboratorit thamë që është dhe një 30 milion, shmë duket, janë dhe në euro, për të ndryshuar laboratorit. Laboratorit të që i bëjmë laboratorit ne, ashtu që duhet, pra kërkon eksperiencen e jashtë. Dhe ne duhet më shtetim një cili shtetë, ose në disa shtete, që dhe porosisim ato aparatura, që ne të nga shëpërojnë dhe t'i përdorim, jo t'i lëmë ashtu. Pra, e para shpregatitja njerëzit, e dyta është laboratori, dhe treta do bëhet edhe një propagandë të konsumatori. Që të bëhet erë pasere, t'ja bërë me dijeni që qatë po bëhet, se ata kanë po të pyesë, shimet lere, ashtu janë të elmore. Mirë, po këtë ne duhet t'ja heqim se të bënë, me kohë tyre, po heqim me prova, me punë tamam, si që bëmë për bukën e për këto orizi, për shumë. Pra, kërkon, që të vesh në be, ose të kaloj kjo fata, të kaloj kjo pjesa e sigurisë ushqimore, detyrimisht duhet këto analiza. Do më thënë të ketë njeriun, të ketë laboratorin, të ketë edhe konsumatorin dhe aparaturat e domosdoshme dhe sidomos fabrikat që prodhojmë shumë mjellra. Fabrikat e mjellit tonë janë shumë të mira, më të mirat në Europë, ynë të lartë, por lëndën e parë që blenë, këtu është qikë problemi, me një thatë konkurenca ka bërë që të blenë asje fabrikë mjelli për shumë. Nuk blenë grurë me cipa 13-14% proteina, që në para ishe 11%. Ose vera del me 14% alkohol. Do më thonë në 100 kg verë, 14 kg janë alkohol. Nga 11-12%. Pra, kanë mësuar edhe vetë konkurenca, se nuk e thamë. E para njerës detyra që do të ketë aji që e prodhon. Aty që aty fillon kontroli. Për shembull, nëse ke një fabrikë qumshi, fabrikë vere, fabrikën e miellit, të mërsirave gjitha, punë e parë janë teknologët që prodhojnë, që kontrollojnë dhe bëjnë analizojnë prodhimin aty në vend. Dhe ata pasaj japin me përgjegjësi dhe të shkruar në laboratoret. Prandaj vetë autoriteti kombëtar i ushqimit që kontrollon her pas here, që bëjnë këto apo jo. Dhe kjo kërkon pra të vetë ai që e prodhon të përgjigjet në radhë të parë për gjithë të se ai ka edhe duhet prandaj themi tash, pra duhet të marrë specialistin të marrin këta kemista teknologun që në të fabrika, sa marrin një, duhet marrin për secilin sektor, që të ndjekim, jo të ndjekim përgjithësi, se ndryshe pasaj nuk mund të vesh andeja në Komitetin Evropian, nuk mund të pranoj njëri. Ato e shojnë më tepër në aspektin e kostos se sa në aspektin e cilësisë së produktit që po prodhojnë. Po, pronari i fabrikës, nësa teknologu, do shikoj cilësinë rreth parë, sepse i bllokohet prodhimi, se ndryshe tani, po ndryshe aty nuk e merr. Ky prodhimi, nëse ne do futemi në BE, atëre prodhimet tona do konsumohen si këtu dhe atje një lloj. Mirë, po të jetë se konsumohen një lloj, atëra i kërkon siguri për ushqimin tonë. Edhe duhet të jemi sa më konkurrues me produktet që e kanë brenda BE. Do të jemi më konkurrues, se vetë emrin e kemi çik akoma, të pa do të thënë se kemi ashtu siç duhet, por ta vëmë nëpërmjet punës, nëpërmjet sigurisë dhe cilësisë, se prodhimet tona, po ta marrësh, janë prodhime shumë të mira. Do të thënë prodhimet tona të bujqësisë janë me vërtet të mira, edhe i kërkojnë, por duke pasur atë idenë të kostos, që duhet prodhojmë sa më shumë edhe sa më bukur, edhin shumë pesticide, edhin plera më shumë dhe e prishim me këtë punë. Se ne mandarinat tona janë të shkëlqyera. Mirë po, duke edhur këto që të jetë, se duket për shumë, si ta dalloj unë mandarinë që ka edhur ai, ajo bëhet me shndritshme, bëhet me, po ta futësh në ujë pak të nxehtë, nxjerr fullska. Dhe me thënë i kanë edhur këto. Por nuk është shumë mund ta dalloj unë le të themi nëse një produkt i caktuar ka le të themi te kalim të normës së pesticideve. Bëhet me shndritshme dhe bëhet me ngjitse, po ta marr. Por megjithse këto ndodhin, tash se u bë një gjë e madhe për shumë për mandarinën. Nuk është ashtu fare. Sasirat neve me nga qindra tona që kemi, ato sa ishin kilogram. Pra nuk është, por një drejtës që duhet a bëjmë problem, se po pa e bërë problem, dhe pa çuar specialistin, atë shkelet më shumë akoma. Por, deri tani, këto ushqime prandaj s'po konsumojnë me mandarinë, po çikosh, nuk konsumojnë. Jo, e vërtet. Nuk merr njeri, kam frikë. Mirë, po kjo nuk duhet jetë deri të mas. Kështu që kërkon vëmendje që mos arrim ne deri aty. Kur themi ne që qumshi doli me aflatoksin, para 6 vjetësh, fabrika më e madhe e qumshit kishim ne, sa u tha që ka aflatoksin të nesme nuk piu më njeri. Dhe u mbyll fabrika. Dhe tani i fund, prap doli me aflatoksin. Por, e del e tillë që jo me mënë,
me aflatoksin pak. Po pse me aflatoksin të që? Ne kemi pasur kohë me shirë. Me shirë apo jo? Po. Edhe bari dhe misri gjithë kanë lagështim mbi atë standardin. Frymarrja biologjike është shumë e lartë. Dhe duke marrë frymë shumë, duke i zbërthyer këto deri në mykotoksinat, bën që zbërthehen ata që tham, në gaz karbonik, ujë dhe nësi, janë dy frymarrje që themi ne anaerobe, aerobe. Njëra me oksigjen, tjetër pa oksigjen. Dhe këto rriten sidomos tani që koha ka qenë me lagështi. Dhe rrezikon, prandaj kërkohet një vëmendje e veçantë, sidomos këto kohë, prandaj jemi dhe sot luta marrim vesh të gjithë. Gjithë bari e gjithë shka duhet kaloj në tharje se s'bën ventilim. Se ai një qik ta lësh ashtu, zë këto myket, funget, gjitha, kërpullat, dhe bëhet mjaft i dëmshëm për organizmin, lopës e të gjitha. Kështu që kërkon tani në këtë periudhë, dhe sot që jemi këtu, që lagështia me vërtet ambientit është ka qenë e lartë, detyrimisht duhet ta fusim në magazinat tilla dhe aty para se të japim lopës për të ngrënë, të jetë e thatë. Jo me lagështi të lartë, se po që jam me lagështi misri për shkakun. Misri e dim që ka shumë yndyrë, 56%, dhe ai me njerë zë mykotoksinat, myket shpejt. Kështu që kërkon urgjent dhe kujdes të veçantë. Duhet mbajtur në kushte të duhura. Në kushte të duhura dhe ta manipulosh, ta kthesh, sepse aty ku krijon vatra të nxehta, se merr frymë. Po. Edhe këto vatra të nxehta e bëjnë që të prishet më shpejt akoma, dhe vazhdon prishja dhe ne i japim lopës pastaj. Po i japim helm. Detyrimisht pra kërkohet sidomos në këtë kohë kujdes dhe vëmendje veçantë e veterinerit, agronomit dhe teknologut. A mendoni se biopesticidet mund të jenë një zëvendësues i mirë i pesticideve që përdorin aktualisht fermerët shqiptar? Pra mund të kemi kështu produkte më të shëndetshme në tavolinat tona? Ato janë të shumë të mira. Janë shumë të mira se kanë ngelet pak mbetje, siç ngelet e pesticidet e tjera. Këto janë bio, do të thënë të mrekullueshme për të luftuar. Por nuk kanë atë forcë që ka kjo pesticidi kimik. Nuk e ka atë forcë dhe nuk jam mbush mendje në kollaj fermerit, se ai do që të marrë prodhimin. Por me kërkesat që kërkon tash tregu ndërkombëtar i BE-s, detyrimisht edhe me këtë duhet të futet. Do futet në mënyrë të tillë që të balancojnë, që të ecin paralel. Tani pranim me njerë nuk ecën dot, por këto biot janë të domosdoshme dhe sigurojnë një cilësi shumë të mirë të produktit ushqimor që ke, sidomos kundër myqeve, kundër bakterieve, edhe gjitha këtyre stafilokokun, streptokokun, i godet, po i godet në mënyrë të tillë, për shembull, një pjesë e këtyre nëpërmjet këtyre pesticide biokimike, këto janë të domosdoshme që të veprohet, sepse siguron cilësinë dhe shëndetin e njeriut. Kështu që tani ne duhet të ecim me kujdes për të gjitha me radhë. Pra këto po të shikosh, këto janë shkencat shumë të mëdha, se të gjithë merren me të shkencën me satelitët, po do marrë me këto se kanë bërë me jetën e njeriut. Dhe po morë me këto, atëre ke siguruar shëndetin, radhë parë jetë jatësinë. Kështu që kërkon vëmendje dhe detyrë kryesore është që specialistët të ngrihen niveli i tyre të ngrihet në lartë dhe mos goditet nga ata që kërkojnë kosto të ulët. Se ata gjithmonë e godasin. Përdorimi i pesticideve, me thënë të drejtën, është i domosdoshëm dhe ndonjëherë i pashmangshëm. Por çfarë zgjidhjesh apo praktikash të tjera mund të përdorin fermerët që të reduktojnë, le të themi, përdorimin aq të lartë të pesticideve në produktet e tyre? Përveç rastit të biopesticideve, që është një zëvendësues i mirë dhe që duhet punuar akoma më tej në këtë drejtim, sidomos tani që synojmë të futemi sapo shpejt në Bashkimin Evropian. Kjo kërkon që të futemi tash në plerat organik. Plerat organik duhet i mbledhim gjitha, të lopës së gjitha, dhe këto rrisin prodhimin të i parezikshëm. Edhe duhet një pjesë e këtyre baktive të mëdha të ushqen në fushat të tilla që t'jenë me korrent, që të hanë gjithë ditën me atë. Dhe atyre ke një siguruar një ushqim, një bakti të shëndetshme, mishit original, dhe këto kërkojnë pra radhë parë toka të lira, që ata të ushqen aty me barjen me ato të originalet, dhe po ushqen me këto originalet dhe po përdore pleun organik, pleun që... Atëre këto janë që pika e tretë, kimikatet,
feromonet, me këto biopesticidet, edhe këto naturalet që të ashu. Naturalet po arritëm ne që po të ndjekim procesin, për shumë ullirin, krasitja kur bëhet, rushi kur do koret, kur do piqet, gjitha, po ndo që këto rritet shumë rendimenti. Gjitha këto krojnë vëmendjet veçantë. Themi ne për shumë feromonet, qa bëjnë feromonet janë bio? Ato ngatrojnë ato fekundimin, futen mes dhe nuk se feromonisht ngatron mashkulli me femrën. Edhe është një që idhet edhe nuk arrit të rriten më këto mikroorganizmat e vogla që të na dëmtojnë neve organizmit. Përdorimi i pesticideve për te normave të lejuar është absolutisht një problematik shumë e madhe në Shqipëri. Po në vendet e tjera të rajonit, pra që nuk janë futur akoma në Bashkimin Evropian, a është e njëjta problematik? Tashi, neve se ne marrim kështu vetëm tek ne. Po çokoladat nuk dolin te neve, që dolën të dëmtuara, që dolën me ashtu. Dolën ande. Ose kur themi ne mozzarella, doli ande. Pra, edhe ande janë këto punë. Por atje merren masa të rrepta. Bllokohet fabrika, nuk prodhohet prodhimi, rikthehet përsëri. Me masa të rrepta dhe e bën që mos të përsëritet. Dhe ne duhet marrim masa të rrepta për çdo rast që ndodh. Dhe po more të forta dhe të rrepta, atëre edhe fermeri, edhe veterineri, edhe agronomi, dhe do t'i ndjekin me përgjithësi këto punë. Po. Ne edhe kishim edhe rastin autoritetit kombëtar të ushqimit që e përmendëm, që u deklarua njëherë që do pezullohej, një problematik ishte mungesa e burimeve të duhura njerëzore për të funksionuar ashtu siç duhet. Po aktualisht, në çfarë faze është autoriteti kombëtar i ushqimit? Pra thjesht po ushtron detyrën e saj të mëparshme, pra realizon kontrolle nëpër biznese. Ai po vazhdon punën se nuk mund të lihet ajo. Dhe ndërkohë po gjejnë specialistët që janë të përgatitur që do punojnë në atë punë. Pra, po i nderojnë edhe po vënë njerëzit që janë në atë punë. Po atë që tham, këtu do kujdes shumë të veçantë, sepse duke vënë një agronom për teknolog të djathit, ky është gabimi që bëhet gjithmonë. Ik në fabrikën e djathit të qumshit, ke veteriner agronom? Jo. Atëre pse në aku të jetë i tillë? Se akuin e drejtojnë ata veterineri, gjalpin e këto tirat. S'ka lidhje me gjalpin, fare, sepse janë transformime kimike që ndodhin. Këto kërkojnë analizat vazhdueshme dhe të kenë, po bëre analizat, po kenë laboratorin dhe teknologjinë e di se libri qumshit është 600 faqe që jep mëson teknologu. Edhe libri drithave janë pambarim që bëjnë teknologu. Atëre, me që ka këto njohuri teorike dhe të ketë dhe laboratorin si duhet që tamë, edhe të zbatoj gjurshmërinë, atëre arrin atë detyrë që neve kemi për të siguruar cilësinë dhe sigurinë e ushqimit për njeriu. Profesor, të falenderoj shumë për bisedën, ishte shumë kënaqësi. Kjo ishte bisedë që është domosdoshme her pas here që njerëzit të dëgjojnë, se po si dëgjuan, është mirë të dëgjojnë. Dhe kjo është detyra e televizionit, prandaj jemi ne sot këtu. Po. Atëherë ky ishte edhe emisioni për ditën e sotme. Do të shihemi sërish javën e ardhshme në orën 21. Mirupafshim.